po ashtu bizneset dhe opozita italiane, si është shpritur ky vendim? Me indiferentizëm edhe për faktin e thjeshtë, sepse nga ana tjetër një anë opozita kërkon që mos të hapi betejë të cilët nuk kanë asnjë lloj efekti, kupton? Por dhe t'japi shkas një lloj debati politik që nuk ka naftës me 17 qendarka nuk sill asnjë të mirë në qytetar për konsumatorin italian. Përveç se fakti që tham edhe më lart që nuk do ketë ndonjë efekt. Uroj që vendet të tjera mos ta kopjojnë këto lloj efektesh, ose nëse do ta kopjojnë do të jenë reduktime, ulje të aksizave dhe të taksave të naftës që të jenë të strukturuara, pra të jenë përgjigjshme apo për të jenë një fat kohor që konsumatori dhe opinioni publik duhet ta ndjejë dhe ta ketë realisht si benefit në folin e vet. Dhe si e vlerësoni aktualisht pozicionin politik të qeverisë së Giorgia Melonit? Cilat janë sfidat kryesore të saj? Aktualisht qeveria Meloni nga çfarë mund të interpretohet është e bllokuar në politikën e saj të jashtme në raportet me Shtetet e Bashkuara, është e bllokuar disi me Bashkimin Evropian, po mbi të gjitha është e bllokuar dhe në një betejë të brendshme me aleatët e saj kryesor, me Forza Italia të Antonio Tajani dhe me Lega Nord të Matteo Salvini, të cilët do ta them jemi në vitin elektoral, kemi hyrë në vitin elektoral tashmë, vitin tjetër janë qeveria Meloni bën 5 vjet që jemi në zgjedhjet politike kombëtare të përgjithshme, ku do të jetë betejë finale për shumë forca politike, nëse do të rikonfermohen apo jo. Kështu që në këtë tension që ndodhet Meloni nuk është në pozicionin e saj më të mirë. Por siç e kam shprehur edhe në media të tjera, i vjen padyshim Meloni në këtë moment i vjen në ndihmë opozita italiane, e cila është në një krizë të saj akoma më të thellë dhe nuk arrin dot të kapitalizojë të gjitha gabimet politike që mund të bëjë majoranca dhe qeveria Meloni.